Sa i rëndësishëm është barmeni në përgatitjen e ekspresit. Jam në Akademinë e Prince Cafes të Devolli Prince Cafe dhe shpesher kur jam në përbare i them të lutem ma pastro këtë sepse mbetet diçka nga kafja pararse dhe të hidron. Shifeni tani se si bëhet mbasi kam bërë një kurs të shkurtër për barist. Në fillim bushet pjesa, vendoset këtu dhe shtypet fort, ka shumë rëndësi kjo të shtypet fort, po është e shtypur mirë. Tani vendoset në ekspres, është mirë që filxhanët të jenë të nxehtë sipër, pra të kenë ngrohtësi, dhe tani ja kafja. Me që unë e pi të shkurtër, ja ku është kafja tamam, ne e pi me shkum, tani cilë është problemi? Kur e heq prej këtu, shumë prej barmenve i bien direkt këtu. Edhe mendojnë që e kam pastruar dhe e fusim prap këtu në kafe. Po harrove këto, të doli e idhët kafja. Nga Devolli Prince Cafe, Prince Cafe Academy.